Policia e shtetit nëpërmjet drejtorisë së hetimeve të krimit kibernetik informon dhe ndërgjegjëson qytetarë në lidhje me raste të mashtrimeve online që kanë të bëjnë me oferta të rreme për kredi. Janë evidentuar raste kur persona të panjohur përmes faqeve të dyshimta të internetit, rrjeteve sociale apo mesazheve elektronike paraqiten si përfaqësues të institucioneve financiare dhe i nxisin qytetarët të aplikojnë online për kredi, me qëllim përfitimi monetar në mënyrë mashtruese. Këto oferta janë mashtruese dhe synojnë përvetësimin e të dhënave personale dhe financiare të qytetarëve. Policia e shtetit këshillon qytetarët që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të mos dërgojnë para dhe të dhëna bankare apo dokumenta personale te persona të pa identifikuar apo faqe interneti të pasigurta. Përpara se të aplikoni për kredi pranë institucioneve financiare, të verifikoni gjithmonë informacionin, të komunikoni nëpërmjet personalit bankar, të përdorni vetëm kontakte zyrtare të publikuara në faqet zyrtare të bankave përkatëse, veçanërisht në rastet ku nuk janë mundësitë të paraqiteni fizikisht në degën bankare. Qytetarët ftohen në çdo rast të dyshuar për mashtrim të denoncojnë menjëherë pranë policisë së shtetit, me qëllim parandalimin dhe hetimin e këtyre veprave penale. Policia e shtetit mbetet e angazhuar në luftën kundër krimit kibernetik dhe apelon për kujdes, verifikim dhe bashkëpunim nga ana e qytetarëve.